Gjitha rrugët e suksesit në punë, e suksesit në familje, e rahatisë, e qetësisë shpirtërore, e stabilitetit ekonomik, e gjitha rahatit edhe stabilitetet kalojnë përmes një rrugë që quhet. Po s'kaloj përmes kësaj rruge, nuk humbet formula, prishet. S'ka stabilitet, s'ka qetësi, s'ka rahati, s'jemi rahat me veten, s'jemi rahat me njerëzit që kemi rreth. Tona i kemi, s'jemi të kënaq, s'jemi të gëzu, për arsye se u dosh me kënaq, edhe u dosh me gëzu dikonin, pastaj Allahu me gëzimin e tij më na i çon neve gëzimin edhe rahatin. Edhe më na i çon stabilitetin tek ne. Të nderuar vëllezër, të shohim se njerëzit që ka edukuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, çfarë përshtypje edhe çfarë perceptimi kanë pas ndaj babës. Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu, djali i Omerit, shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam, një ditë duke shku në haqë, u nis prej Medinës për Mekë. Edhe e ka pas një kafsh, një gamat, Allahu i nderoft, me cilin ka udhtu, që tu janë kon mjetet e atëhershit. Edhe tu shku rrugës e takon një beduin, edhe nolët. Një njerit rëndëmt, që se një goti kërkush. Thot, a je filoni biri filonit ti? Thot, po, e jek qallën që ka pas, shallën. Edhe e patina, edhe ja merë gomorën një jetë, thot, neve. Edhe i thujnë, shokët e vetë, pse ja dhove gjithë të sene, kjo beduin, pak sen mi pas dhon, ish do i kënaqën edhe të kish falendëru, edhe i kishe gëzu. Thot, jo, thot, sepse baba i tina, u shkon shok me babën tem, me Omerin radhiyallahu anhu. Baba i tina e ka pas shok babën tem, e pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë mirësia, edhe sjellja më e mirë ndaj prindit është kur ja viziton, kur ja respekton të shokët e vet dhe ja ronat mos vdekjes. Kështu do më thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam e i pas ka eduku shokët e vetë. Pastaj në një rast tjetër, Abdullah ibn Omeri gjithashtu dëgjon se ka ardhur një Ebu Burde në Medinë. Edhe shkon i del përpara. Do ta Ebu Burde ti po. Edhe në ronë respekton, në gjitha ja bën nera ato. Thot, pse po ja bën gjithë këto nera? Thot, sepse baba i tina është i afërt i babës tem. Një transmetim baba i tij është vllai i babës tem, po i afërt. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, kush don me neru edhe me respektu babën e vet mas vdekjes, le t'ja respekton akraballokun edhe parafisin. Për ata tek njerëzit të cilëve ju ka mbet ner, ju ka mbet din, ju ka mbet karakter, e respektojnë migjën edhe i respektojnë të afërmit e babës për hatën tyre, po edhe për hatën e babës. Pse? Sepse kjo është pjesë e fesë. Kjo është pjesë e fesë për me tregu se unë babën e kam dashur çaq shumë, edhe kam neru çaq shumë, edhe kam llogarit çaq lart, saqë edhe shokët, edhe jaronat, edhe akraballokët nuk i harrojnë mos vdekjes. Po pra të ndëruar vëllezër. Kjo është baba. Këto janë porositë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe këto janë mësimet e Allahut të lartësuar për babën. Nuk ka rrugë të lumturisë, nuk ka rrugë të suksesit e cila mundet me të i kalu babën. Gjitha këto kalojnë përmes babës. Gjitha rrugët e suksesit në punë, e suksesit në familje, e rahatisë, e qetësisë shpirtërore, e stabilitetit ekonomik, e gjitha rahatit edhe stabilitetet kalojnë përmes një rruge që quhet babë. Po s'kaloj përmes kësaj rruge, nuk humbet formula, prishet. S'ka stabilitet, s'ka qetësi, s'ka rahati, s'jemi rahat me veten, s'jemi rahat me njerëzit që kemi rreth. Tona i kemi, s'jemi të kënaq, s'jemi të gëzu, për arsye se u dosh me kënaq, edhe u dosh me gëzu dikonin, pastaj Allahu me gëzimin e tij më na i çon neve gëzimin edhe rahatin. Edhe më na i çon stabilitetin tek ne. Të nderuar vëllezër, besimtar. Secili prej neve nuk ka në këtë botë vetëm se e babë. Që secili prej neve e ka një babë, ose e ka në këtë botë, ose e ka në botën tjetër. Nëse e ka në këtë botë edhe e ka gjallë, le ta dinë që e ka një mundësi të madhe dhe një derë të madhe, edhe një derë të begatë, edhe derë më të mirë për me më rritë të kënaqësia e Allahut për me rritë xhenetin. Ndërsa ai i cili e ka përcjell në botën tjetër, prapë ka mundësinë më usjell mirë me babën e vet. Duke i nderuar dhe duke i respektuar njerëzit të cilët i ka dashur baba. Duke u lutur për babën. Kur e ke bë doan për herë të fundit për babën tënd? Nëse të ka kaluar në botën tjetër, kur ke thonë Allah, bën e babën tëm prej të falurve dhe shtinë në xhenet. Nëse e ke bë mirë, nëse s'e ke bë, kur do më bë? Kur do më lut për babën? Por kanë të lutur nëse s'lutesh për babën e për nonën, por kanë do më lut. Pastaj, kur e ke llogarit babën tën të vdekur pjesë sadakës tonë,
Të nderuar vëllezër, sot jeta u bë çasi suji, që për çdo ditë jemi me darka, jemi me dreka, me harxhime, me sene, harxojmë edhe vim të shtëpia subor nomin. Mirë, këto harxhime i kemi bërë për veten tonë dhe për jetën tonë dhe dunjallëkun tonë. Kur e kemi njet me harxhu për babën tonë të vdekur? Kur e kemi bërë njet? Kur e kemi bërë njet që nëse jo çaq sa harxojmë na për darka e dreka e neje, muhabete, dorsma, hingje, nëse jo qaq s'paku bile një pjesë sajna me harxhu për babën tonë dhe me shti babën atë në babë hisenit në sevapin e sadakës së të mirës që jo. Kur? Nëse se bojmë këta për kënd kemi me bë. Për kënd kemi bë aq më tepër një babë i cili na e la emrin, i cili na e la strehen, i cili na e la dhe pasurinë, i cili na e la edhe edukatën. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Thot Allah i lartësuar, i cili na urdhëron që me bëhë këtë doa, me thënë, o Allah, më shiroj prindëve të dytë, të cilët me dukun mua, o lëdhe për mua, edhe me mësun mua, kur unë isha i vogël edhe kisha nevojë për mësimja. Kur je i vogël, mundet me të mësu gjithkushja, ma nuk të mësën kërkosh që mësën baba dhe nëme. Kështu që, baba mësën, pa interes, baba mësën, pa kompenzim, as nuk prend dhe një interes tjetër. E Allah bëhet, Rabbi irhamhuma, kur kemi bëhë këtë doa, kur kemi shti babën edhe nonën në sadakat të në të ndërruar vëllezër. Kur kemi lënë punë për të? Muslimanët e mirë, muslimanët të cilët nuk i kanë shkputur lidhjet me baballarët e tyre, edhe pas vdekjes, shohi që ngrihin vakafa në emër të babës. Edhe ky vakaf për shpirt babës të vdekur. Kjo xhami për shpirt nonës edhe të babës që kanë vdekur. Kjo. Nuk është patjetër me mbaru xhami, po është patjetër me përkujtuar me sadak, për kanë pirujme ato parë, për kanë pirujme ato pasuri. Po jemi të i hangur dhe jemi të harxhu për veten tonë, jemi të harxhu për dojallëkun tonë. Të deponojmë diçka, të qojmë një selam babës, të përkujtojmë babën, edhe të tregojmë se më të vërtet kemi qenë prej atyre fëmijëve që thot pejgamberi alayhi salatu wasalam se i vdekur ja shehojnë në vllatë vetë dhe pas vdekjes kur ban lutje për ta. Allahu na fort neve fillimisht, ta udhëzoft na drejtoft. Allahu i mëshiroft të gjithë prindërit tanë, baballarët tanë, ata që kanë kaluar në botën tjetër, Allahu i fort i bë banor xhenetit. Dhe na takoft me ta në mëshirën e tij dhe në vendin e bujarisë dhe madhërisë Allahu të lartësuar që është xheneti. Ata që janë të gjallë, Allahu i dhosh shëndet, i dhosh begati, i dhosh të mira, udhëzim e punë të mira dhe mos vdesin edhe mos dalshin prej kësaj bote, vetëm se duke qenë të kënaqur me neve, edhe Allahu i kënaqur me ta. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.